5 vrasje në Kosovë, rritet shqetësimi për sigurinë. Lidhur me dyshimet për financim të medjeve nga BIA serbe, dosja e prokurorisë zbulon një skem ku përfshihej Fatmir Sheholli. Vazhdon shtrenjtimi i derivateve, lirimi nga TVSH dhe heqja e akcizës për momentin nuk janë opsione Ministrisë së Industrisë. SBA pezullon sulmet kundër infrastrukturës energjetike të Iranit, bie çmimi i naftës në bursat botërore. Mirëmbrëma gjithëve. Një vrasje trefisht ka tronditur komunën e Podujevës. Gjithçka nisi me gjetjen e një 45 vjeçari të vrarë brenda veturës, për të vijuar më pas me një tjetër sulm brenda familjes, që përfundoi me vdekjen e një gruaje dhe të dyshuarës në këtë rast. Gjithçka nisi pas orës 18 të së dielës, kur në fshatin Majac të Podujevës u dha alarmin për një trup pa shenja jete brenda një veture. Në vendin e ngjarjes, policia gjeti të vrarë një 45 vjeçar me inicialet IB nga komuna e Obiliqit. Por ngjarja mori përmasa edhe më tragjike. Sipas familjarëve, e dyshuara e cila ishte në lidhje me viktimën, pas krimit u drejtua për në shtëpinë e agjes së saj. Sipas familjarëve, e dyshuara pasi kreu vrasjen e 45 vjeçarit, u nis në shtëpinë e agjes së saj. Në ato momente, aty ndodhej gruaja e agjes 73 vjeçare, bashkë me gruan e djalit të saj, si dhe niprit e mbesat, të cilët ajo i kishte marrë peng. Si pasojë e plagëve të marra nuk arritën të mbjetojnë as e moshuara dhe as e dyshuara, të cilat vdiqën gjatë trajtimit në qendrën klinike universitare të Kosovës. Familjarët të tronditur nga ngjarja refuzuan të japin detaje të tjera, duke theksuar se rasti ka lënë pasoja të rënda psikologjike tek të gjithë ata që ndodheshin në vendin e ngjarjes. Ndërkohë, prokuroria themelore në Prishtinë ka bërë të ditur se është sekuestruar arma me të cilën dyshohet se është kryer vrasja, si dhe disa gjoja në vendin e ngjarjes. Dyshohet për një mosmarrëveshje ndërmjet të tyre, ku më pas situata ka eskaluar dhe më pas është përdorur një armë zjarre ku ka qelluar në drejtim të dy personave, ku për fat të keq për shkak plagëve të marrura kanë ndruar jetë të dy viktimat dhe po ashtu edhe dyshuara kryesore këtij akti kanë ndruar jetë, të cilën e ka konstatuar qendra klinike universitare e Kosovës. Rastet e fundit të vrasjeve në Kosovë kanë ngritur shqetësim të madh publik. Vetëm brenda një jave në vend janë regjistruar 5 vrasje, duke shtuar thirrjet për rritjen e sigurisë dhe parandalimin e dhunës. Do të ndrojmë tani temë lidhur me dyshimet për financim dhe dezinformim në medjet në Kosovë nga BIA serbe. Dosja e prokurorisë speciale zbulon një skem ku ishte përfshirë i dyshuari për spionazh Fatmir Sheholli. Sipas një monitorimi të kallxo.com, identifikohen mbi 20 raste para dhe pas rastit Banjska, ku dyshohet për përdorimin e informacionit nga agent të shërbimeve sekrete serbe për transmetim në mediat online shqip. Lidhur me dyshimet për financim të medjeve nga Serbia, përkatësisht nga BIA serbe, në rastin e Fatmir Shehollit, i cili po hetohet nga prokuroria speciale. Sipas saj është grumbullimi i informacioneve dhe shpërndarja e tyre në mediat online në Kosovë. Në dosje të prokurorisë është zbuluar një skem ku Sheholli ka pranuar informacione nga BIA, të cilat më pas janë publikuar në disa media online në Kosovë. Sheholli me datë 26/9/2025 është takuar me një person në Mitrovicë të Veriut, ku nga ai ka pranuar audio dhe transkripte të bisedave të disa zyrtarëve të lartë të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, që sipas prokurorisë dyshohet se janë komprometuese. Në dosje gjithashtu thuhet se për këto veprime Sheholli është shpërblyer me një shumë të hollash nga zyrtari i BIA-s Bojan Dimić. Ndryshe, dihet se Fatmir Sheholli ka marrë pjesë në cilësinë e gazetarit dhe analistit edhe në emisionet televizive në Kosovë. Për këtë rast dhe dyshimet për dezinformata në medje, kryeredaktori i kallxo.com Kreshnik Gashi thot se prokuroria do t'i zbardhë dilemat se në cilat medje ka arritur t'i transmetoj Sheholli. Cilat media, se çfarë informacione ka rritur zoti Sheholli me i transmetu në mediat në gjuhën shqipe, kjo duhet me u zbardhë prej prokurorisë speciale. Dezinformata të hapura sipas Gashit ka pasur para dhe pas rastit Banjska.
Narrativa e cila është shty për Banjskën prej grupit të Radojqiqit dhe është shty pashtu prej Aleksandr Vučićit, i cili ka tentuar që këtë sulm terrorist me portretizu si një ndërhyrje lokale e disa qytetarëve lokale atje, është transmetuar edhe në mediat në gjuhën shqipe. Sa i përket mënyrës se si është raportuar për këtë ngjarje, Gashi thot se informacioni pa konfirmuar duket se ka pasur një qëllim të caktuar. Në hulumtimet tona ne kemi identifikuar më shumë se 20 raste kur portale kryesisht online, mirë po kemi pasur edhe deklarata të cilat janë transmetuar në mediat audiovizuale, ku është thënë që numri i viktimave prej grupit ka shkuar në 8, 9 deri në 10 numra vetë të vrarë. Dhe kjo narrativ ka qenë një narrativ e cila ka synu që me portretizu policinë e Kosovës si një agresor. Elementi tjetër i cili pastaj është shty prej disa influencerëve të cilët unë i kam përmend, paktën një prej tyre, është që Banjska ka qenë një reagim i disa njerëzve të cilët nuk janë shumë të trajnuar, të cilët nuk janë shumë antar të grupeve të krimit të organizuar, po janë shofer të ambulancave etj. RTK ka pyetur prokurorinë speciale nëse ka ndonjë rast tjetër në hetim për raste të dezinformatave në medie, por nuk kanë kthyer përgjigje. 3 të rinj vdiqën në aksidente trafiku dhe 2 të tjerë pësuan lëndime të rënda trupore vetëm gjatë javës kaluar në komunën e Prizrenit. Policia e trafikut nis zbatimin e planit operativ të task forces, ku po monitoron qarkullimin rrugor, sidomos të motocikletave dhe trotineteve. Në Prizren, java që lam pas është shënuar si njëra ndër më të vështirat, shkak për këtë ishin aksidentet në trafik me fatalitet. Qytetarët thonë se shkaqet janë të shumta, por ndër më kryesoret vetëdijsimi pjesëmarrësve në trafik, shpejtësia dhe përdorimi i telefonit. Shkaktare kryesore aksidente në trafik për mendimin tim është pakujdesia, shpejtësia e rritme. Ndëshkimet nuk janë të lehta, po pa ndëshkime na s'marrin vesh. Këta që i marrin lehtë patentet pa kry shkollë, i marrin me parë. Pakujdesia e vozicave, njëkohësisht edhe këta që janë kamësorët nuk kanë kujdes, nuk kanë durim të presin pak. Nga data 23 mars në teren do të operoj një task force që do të monitoroj qarkullimin e automjeteve, sidomos të automjeteve me një palë gjurmë, si motocikleta, tricikla e të tjerë. Faktikisht është një lloj task force ku me prioritet janë mjetet me një palë gjurmë, duke përfshi motocikletat, tricikletat, katërcikletat, po gjithashtu edhe trotinetet. Po edhe çdo kundërvajtje që na hasim nga mjetet tjera të cilat marrin pjesë trafik do të konsiderohet o do të trajtohet sipas ligjeve në fuqi të trafikut. Në kuadër të kësaj task force po operojnë 4 njësi që mbulojnë zona të caktuara sipas detyrave për të rritur nivelin e sigurisë në trafik. Aksidentet të cilat kanë ndodhur gjatë kësaj jave janë të gjitha që kanë ndodhur në zonat të cilat ka pas prezencë policore edhe ka pas aktivitete policore në shqiptimin e kundërvajtje për gjithë ata kundërvajtje që kanë shkel ligjin. Mirë, por mbas të analizat që kemi analizuar, këto aksidente të gjitha kanë ndodhur pasojë mos përshtatjes së shpejtësisë me kushtet e rrugës, sepse pikërisht shpejtësia sa më e madhe pasoja për dëme si në dëmet materiale ashtu edhe në jetën e njerit janë më të mëdha. Sipas Toger Elshanit, vitin e kaluar janë konfiskuar mbi 1200 patent shofer për shkak të shkeljeve të rregullave në trafik. Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar se në një aksion të zhvilluar sot janë arrestuar 3 persona nga 2 autoshkolla dhe një ekzaminere për patent shofer në Ministrinë e Infrastrukturës. Sipas njoftimit, 2 persona nga një autoshkollë dyshohen për veprën penale falsifikimi dokumentit zyrtar, një person nga një autoshkollë tjetër për veprën penale marrje e ryshfetit dhe ekzaminerja dyshohet për keqpërdorim të pozitës ose autoritetit zyrtar. Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale kanë bërë të ditur se një person është arrestuar sot si dyshuar për krime lufte në Kosovë. Ai dyshohet se gjatë periudhës 98-99 si pjesë e një grupi paramilitar të forcave serbe ka kryer krime lufte në Matiqan të komunës së Prishtinës.
Ju përcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Kosova po shkon drejt çmimit rekord të derivateve të naftës që nga pas lufta. Sot, 1 litër naftë u kushtoi qytetarëve €1,72. Naftëtarët nuk përjashtojnë mundësinë që çmimet të ngrihen edhe më shumë, duke u arsyetuar me luftimet në Iran. Por, sa po kushton nafta në bursë, sa po paguajnë operatorët për taksa shtetërore, këto dhe informacione të tjera i gjeni në kronikën e përgatitur nga Visar Shatrolli. Lohatjet e çmimeve në tregjet ndërkombëtare po vazhdojnë të reflektohen edhe në Kosovë. Çmimet e derivateve po vazhdojnë të ngrihen edhe më tej. Të dhënat e fundit në tregjet globale tregojnë se çmimi i naftës sillet rreth 100 deri në $110 për fuqi. Nëse një fuqi përmban 159 litra, atëherë bie se 1 litër naftë në bursën ndërkombëtare sillet rreth 60 cent. Në Kosovë 1 litër naftë të hënën ka shkuar në €1,72, kurse benzina 1,44. Nëse para 3 javësh me €10 keni mund të merrni 8 litra naftë, sot me të njëjtën shumë mund t'i merrni diku deri në 5 litra naftë. Kjo rritje e ngritur dhe ndikuar nga tregjet ndërkombëtare dhe tensionet globale, po ndikon drejt për së drejti në jetën e qytetarëve të vendit. Por nga tregjet ndërkombëtare deri te qytetarët në Kosovë, nafta duhet të rafinohet, transportohet e shpërndahet, procese këto që ka një kosto. Pas këtyre vijnë edhe taksat shtetërore. Në Kosovë përfshihet akciza dhe tatimi mbi vlerën e shtuar, i cili është 18%. Naftëtarët thonë se për 1 litër naftë paguajnë 36 cent akcizë, si dhe 18 cent TVSH. Nga llogaritjet e bëra del se 1 litër naftë sa shitet në bursë, pa përfshirë transportin, bashkë me TVSH-n dhe akcizën e saj, sillet rreth €1,14. Momentalisht me të rjekë, jo me një afat gjatë. Po për që të krizë të kalojmë 10 ditore ose 2 javë, 1 mujore, do të hiqet TVSH. Duke parë këtë situatë me çmime, Ministri Amint Mimoza Kusari është deklaruar për mundësinë e uljes së TVSH-s dhe largimit të akcizës. Sa i përket akcizës, mbetet të përcjellet në situatën aktuale, nuk e konsiderojmë si opsion heqjen e akcizës, por përcjelljen e situatës në të cilën çmimi i importuar nuk e kalon çmimin tavan, i cili është 12 cent në pakicë dhe 2 cent në shumicë. Derisa çmimet e derivateve po vazhdojnë të ngrihen, edhe AK ka kërkuar nga Ministri Kusari të marrin masa urgjente. Lirimi i menjëhershëm i së paku 50% nga TVSH-ja për derivatet. Në 2 është heqja e përkohshme e akcizës për naftën deri në stabilizimin e trekut, që së bashku me TVSH-n do të ndikonte në uljen e çmimit për rreth dikon 40 cent. Çmimet e derivateve janë ngritur edhe në rajon, megjithse Maqedonia Veriut po prim për çmimet më të ulta. Atje 1 litër naftë sillet rreth 1,49 cent, 1 litër benzinë 1,42 cent. Maqedonia Veriut ka marrë po ashtu vendim për uljen e TVSH-s në 10%. 1 litër naftë në Malin e Zi kushton €1,56 cent, benzina 1,52. Ndërkohë Shqipëria prin në rajon për nga çmimi i lartë i derivateve. Sot atje 1 litër naftë tregtohet 2,23 cent e 1 litër benzinë kushton €2,08 cent, por edhe atje sot pritet ulja e akcizës prej rreth 20%. Ministria e Financave dhe Banka Botërore kanë nënshkruar 2 marrëveshje në vlerë prej 96 milion eurosh me qëllim forcimin e sektorit financiar dhe lehtësimin e tregtisë në Kosovë. Marrëveshjet përfshin projektin për zhvillimin e sektorit financiar me vlerë prej 50 milion eurosh, si dhe projektin për lehtësimin e tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor 2.0, i cili përbëhet nga kredi prej 35 milion eurosh dhe grant prej 12 milion eurosh. Ministri i Financave Kuran Murati theksoi se këto marrëveshje përbëjnë hapa të rëndësishëm drejt forcimit të stabilitetit financiar dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Kanë kaluar rreth 3 vjet që nga fillimi i punimeve për rregullimin e rrugës A, por deri më tash vetëm një pjesë e saj është afër finalizimit. Ky projekt në gjatësi prej 1.5 kilometrash, sipas ekspertëve, do duhet të përfundonte për 12 muaj. Zyrtarët komunal të Prishtinës nuk kanë pranuar të flasin në lidhje me këtë çështje në interes të qytetarëve të kryeqytetit. Punimet në rrugën A, e cila lidh lagjet Matini dhe Emsher, patën filluar në muajin prill të vitit 2023.
Në atë kohë, drejtori i shërbimeve kapitale Krenar Xhaferi pati premtuar se kjo rrugë do të përfundonte deri në fund të 2023-s. Mendojmë që brenda vitit 1.5 kilometra do t'i përmbyllim dhe punimet do të fillojnë nesër zyrtarisht në rrugën O. I njëjti zyrtar, një vit më vonë, prap premtoi se brenda vitit 2024 do të përfundoj ky projekt. Besoj deri në fund të vitit do ta kemi një rrugë komplet model. Nga Vetërniku deri te vazhdimi i rrugës B, që është komplet një segment jashtëzakonisht i rëndësishëm për Prishtinën, pra 1.5 kilometra rrugë me 6 korsi, me trotuar, me shteg biciklista, me ndriçim, pra do të jetë një rrugë model. Në muajin prill 2026 do të mbushen 3 vjet që kur kanë filluar punimet e para dhe kjo rrugë ende nuk është përfunduar. Inxhinieri i komunikacionit rrugor Visar Baxhaku thotë se në kushte normale ky projekt do të duhet të përfundonte për 1 vit. Ky projekt nuk do të kalojë 12 muaj, po flas me planifikime në gjitha segmentet që e karakterizojnë. Po në praktik, kushdo që jeton në Prishtinë, rruga O kanë ndryshuar edhe pushtetet, edhe janë ndryshuar edhe kryetarët, janë ndryshuar edhe dikasteret tjera, edhe nuk po i del fundi ende. Primi kryesor apo nuk është zbatuar që fizibiliteti, me po realisht ndikimin real të banorë, të përdorues, të institucionet, posaçërisht të qendra klinike universitare që ka një fluks shumë të madh gjatë fazës projektimit, hiç nuk është marrë përballë sikur kur nuk ekziston në këtë pjesë. Plani rregullativ shen një kyçje formale që as ajo nuk plotson kriteret. Ndërkohë, në lidhje me ecurinë e punës dhe se kur pritet të përfundoj ky projekt, nuk janë deklaruar zyrtarët të komunës së Prishtinës. Ata janë arsyetuar se ende nuk janë emëruar drejtorët e departamenteve. Gjedhet e infektuara nga tuberkulozi dhe bruceloza në 2 fshatra të rajonit të Gjilanit janë asgjësuar sot me vendim të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. Ky vendim u mor për shkak të frikës së bartjes së infektimit edhe tek njerëzit. Në 2 fshatra të rajonit të Vitis janë asgjësuar 27 krerë gjellë të infektuar me tuberkulozë dhe brucelozë. Ky vendim i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës u mor me qëllim të ruajtjes nga infektimi brenda tufës, por edhe mundësisë së bartjes së infektimit të njerëzit. Në momentin e parë që janë pje kushtës, kemi siguruar një kontratë, atëherë sot vetë se ka nis asgjësimi i krerëve që ne t'i largojmë këto kafshë për të penguar mbrapa parë për hapjen e sëmundjes të kafshë tjera, pastaj edhe për të ruajtur shëndetin publik. Edhe fermerët të cilëve u janë infektuar gjedhët thanë se deri sot kanë qenë në panik për shkak të frikës së përhapjes së kësaj sëmundje. Me datën 27 muaj të kaluar shkurt, pe asaj dite ka rezultati pozitiv për më asgjësue, edhe më bllokue, mos më lëshue, më lopta si jashtë i kemi mojtën. Ne i kemi dhënë zor deri tash me rujtën shëndetin familjar, po edhe të fshatit, gjithnjë janë kanë panik deri këtu. Na mendoj se do të na i kompenzon tash, do të na kompenzon, do ta rinkam diçka, do të na ndihmon me këtë. Do tash ta shohim se çfarë do të bëjmë. Zyrtar komunali premtuan mbështetje për fermerët të cilëve u janë asgjësuar gjedhët. Sidoqoftë shpresoj edhe që sa më shpejt kompenzohen ato kafshë të asgjësuara, në mënyrë që fermerët edhe herën e tjetër kur bashkëbisedum, ata kanë dome të konsiderueshme në fermat e tyre dhe prapë po e them është një lajm i mirë në fatkeqësinë e tyre që ka ndodhur. Sëmundja e tuberkulozit dhe brucelozës të gjedhët në rajonin e Vitis u zbulua muaj më parë nga vetë fermerët, të cilët edhe kërkuan ndihme në institucioneve lokale dhe qendrore. Flasim tani për qasjen e Serbisë mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë që po vihet gjithnjë më shumë në pikpyetje pas takimit në Beograd të presidentit Aleksandr Vučić me ministrin rus të zhvillimit ekonomik, i cili është nën sanksione amerikane dhe europiane. Ky rast ka nxitur kritika nga Brukseli dhe paralajmërime për pasojat drejt integrimit evropian të Serbisë. Kritikat e shtuara nga Evropa ndaj pushtetit të Aleksandr Vučićit erdhën pas takimit të tij në Beograd me ministrin rus të zhvillimit ekonomik Maksim Reshetnikov, i cili është nën sanksione amerikane dhe evropiane. Demokratët evropianë vlerësuan se këto veprime nuk janë pragmatizëm, por zgjedhje politike, duke theksuar se Serbia ndërkohë që përfiton fondet nga BE-ja minon unitetin dhe vlerat evropiane.
Në të njëjtën kohë, nga Brukseli vijnë paralajmërime se Serbia vazhdon të refuzojë vendosjen e sanksioneve ndaj Moskës, duke ngadalësuar mëtej integrimet evropiane. Për këtë ka folur edhe raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Tonino Picula. Strateška orijentacija. Orientimi strategjik i Serbisë drejt BE-s duhet të jetë i qartë dhe i qëndrueshëm dhe jo në kundërshtim me rritjen e varësisë nga vendet e treta. Në praktik shohim të kundërtën, nga mungesa në samitin BE Ballkani Perëndimor deri te pjesëmarrja në paradën ushtarake në Moskë, gjë që thellon hendekun mes qëllimit të deklaruar dhe politikës reale. Një qasje e tillë konfirmohet nga veprimet e pushtetit në Beograd. Nga prezidenca u njoftua se gjatë takimit me Reshetnikovin është biseduar për bashkëpunimin bilateral dhe çështje energjetike, përfshirë gazin, si dhe u paralajmërua mbledhja e Komitetit të Përbashkët në prill. Nga ana tjetër, opozita vlerëson se vizita e një zyrtari rus të sanksionuar nuk është manovër diplomatik, por vazhdim i politikës së balancimit që e shtyn Serbinë drejt izolimit. Kjo vizitë është me gjas pjesë e një balancimi, një përpjekje për të blerë paqe me Bashkimin Evropian përmes shitjes së armeve në Ukrainë, ndërsa tani po tentohet të ruhet ekuilibri edhe ndaj Rusisë. Këtu nuk bëhet fjalë për bashkëpunim ekonomik, por për veprim simbolik, tha Aleksandar Radovanović nga lëvizja e qytetarëve të lirë, duke shtuar se është e qartë se Serbia nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian për sa kohë që Partia Progresive Serbe është në pushtet. Serbia mbetet e vetmi vend në rajon që nuk e ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, ndonëse si vend kandidat ka detyrim të harmonizohet gradualisht me politikën e jashtme të BE-s. Për opozitën, politika edhe BE-ja edhe Rusia nuk është më e qëndrueshme. Sipas tyre, nuk mund të flitet për rrugën evropiane dhe në të njëjtën kohë të mbështetet politikisht një regjim që zhvillon luftë agresive dhe është nën sanksione nga pjesa më e madhe e botës demokratike. Edicionin e vazhdimet e tjera lajme, Arkivi i Kosovës ka shënuar sot 75 vjetorin e themelimit në ceremoninë solemne të organizuar në Prishtinë, përfaqësues nga disa vende të rajonit dhe më gjerë theksuan rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë dokumentare dhe thellimin e bashkëpunimit ndërkombëtar. Në ceremoninë e shënimit të 75 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës, u theksua roli i arkivave në ruajtjen e identitetit dhe historisë së vendit. Republika e Kosovës është në proces të konsolidimit dhe të transformimit të një sistemi të qëndrueshëm të menaxhimit të trashëgimisë dokumentare të arkivave. Dhe në këtë rrugë, në këtë proces, ne llogarisim jashtëzakonisht shumë në mbështetjen që presim ta kemi nga përvojat e suksesshme. Gjatë ceremonisë, po ashtu u theksua rëndësia e transformimit digjital dhe nevoja për ruajtjen afatgjatë të dokumenteve elektronike. Në kuadër të aktiviteteve u promovua një botim mbi vakëfet në Sanxhakun e Nishit, si dhe u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Hungarisë. Është një privilegj të jem me ju në këtë rast, në 75 vjetorin e Arkivit të Kosovës. Hungaria dhe popujt e rajonit të Ballkanit janë të lidhur nga një histori e gjatë dhe shpesh herë e bukur e përbashkët. Kjo lidhje historike është formësuar gjatë shekujve në kufit ndërmjet perandorisë osmane, ku ndryshimet politike, konfliktet ushtarake, migrimi dhe shkëmbimi kulturor kanë lënë gjurmë shumë të qëndrueshme në gjithë rajonin. Aktivitetet do të vazhdojnë në ditët në vijim në kuadër të javës së Arkivit të hapur, ku ftohen studentë, studiues dhe qytetarë që të njihen nga afër me dokumentet historike të vendit. Në prag të shënimit të 28 vjetorit të epopesë së Dukagjinit, sot kanë nisë aktivitetet për këtë ngjarje historike. Në shkollat fillore në Glogjan e Deçan janë hapur ekspozita me punimet e nxënësve. Në kuadër të shënimit të 28 vjetorit të epopesë së Dukagjinit, në kompleksin memorial të dëshmorëve të kombit në Glogjan, është hapur ekspozita me punimet e nxënësve filloristë të komunës së Deçanit, të cilët përmes artit të tyre kanë shprehur ndjesitë e veta për këtë datë historike. Sot jemi ardhur
në Glozhan me të gjitha shkollat e Deçanit për të nderuar dëshmorët e kombit për sakrificën e tyre. Siç e dim gjithë, sot shënohet një datë historike për fillimin e luftës ose epopejën e Dugaxhinit, po ashtu edhe fillimet e bombardimit të NATO-s. Përmes këtyre punimeve, ne jemi munduar që të tregojmë dhe të shprehim se çfarë populli jemi. Me së shumti këtu vren kultura dhe trimat e vendit tonë. Kjo ekspozit përfaqëson më mirë më tepër me thonë shpirtin artistik në nxënësve dhe ndjenjen e lirisë se si e ndjejnë këta, si e përjetojnë këta, e kanë shfaqur edhe përmes artit tyne. Gazmendja Agroni dhe Hima kanë rënë mbrojtjet në Nxancë, ku forcat serbe kishin marrë peng nxënësat në shkollën fillore Hasan Prishtina, tani shkolla fillore Herojt e Dugaxhinit. Sigurisht edhe këta nxënësa që janë ardhur sot për mi nderu dëshmorët e kombit, janë ardhur pikërisht për mi nderu këta 3 dëshmorë të cilët kanë bërë sakrificën, kanë dhënë jetën për mi ndihmu nxënësat të cilët ishin zonë peng nga forcat serbe në shkollën fillore Hasan Prishtina në Glozhan. Për nder të 24 marsit, një tjetër ekspozit është hapur edhe në qendrën urinore Fetnete Ramosaj në Deçan, ndërsa në gjimnazin Vëllezrit Frashëri është organizuar koncert klasik nga studentët e Universitetit Haxhi Zeka. Është shënuar sot 27 vjetori i rënjës e herojit Aslan Fazliu. Në varrezat e fshatit Glanasell janë bërë homazhe në nderim të figurës dhe sakrificës së dëshmorit Fazliu. Për këtë përvjetor ka shkruar edhe kryeministri Albin Kurti, i cili ka thënë se Aslan Fazliu ishte luftëtar luan i lirisë dhe gjenerate e heronjve Ademe Hamz Jashari, Femilla Drofci, Ilaz Kodra e bashkëluftëtar të tjerë. Në homazhe morën pjesë edhe përfaqësues të komunës së Drenasit dhe shoqatat e dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës.